penalizohen, sulmohen, ndikohet në aspektin psikologjik dhe sociologjik në dëmtimin e imazhit të tyre, është dëmi më i madh që po i bëhet Kosovës. Në biseda të shumta me biznesmen të nivelit vërtet jo vetëm rajonal, po edhe europian, vetëm kërkesë që kanë, okay, mos na ndihmoni, po të paktën mos na pengoni. Dhe në këtë drejtim besoj nëse dikush dëshiron të analizoj kush janë herojtë e Kosovës pas luftës, janë këta biznesmen të cilët e krijojnë këtë buxhet me të cilin krekoset institucionet, e krijojnë këtë mërqenje dhe sot dëbarën kryesore të punësimit e kanë në sektorit privat. Tentativa politike apo tentativa e një qeverie që gjithë jemi të barabartë në varfëri është mëkati më i madh që bëhet perspektivës së ardhmërisë. Duhet të ketë garë konkurruese, duhet të ketë inovacion, duhet të ketë kreativitet dhe vetëm në këtë mënyrë mund të ecet përpara, po me këtë ngritje të çmimeve vërtet prodhimi vendor është goditur dhe ka humbur mundësinë të jetë konkurrent. Në rand të dytë, analizojmë vetëm 3 sektore. Ne mendojmë që i kemi 1630 kompani në Kosovë, të cilat mirë me prodhimin e mobileve dhe do thotë kuzhinave, mi po kuptojnë që pjesa dërmuese e finalizimit të një produkti të tillë është nga importi, duke filluar nga do thotë druni, duke filluar nga ato pajisje metalike, do thotë krejt import dhe e vetmja që shtohet si vlerë shtuar është fuqia punëtore në Kosovë. Dhe kur atë fuqi punëtore tani ngarkon me një çmim më të lartë të energjisë elektrike, është humbje e konkurrentshmërisë. E keni konstruksionet metalike që në Kosovë vërtet është duke zhvilluar, mi po afër 90% e çdo gjë në konstruksione metalike është importuar, sepse do thotë ne nuk kemi shkritore dhe nuk kemi kompani që mirën në me prodhim. Dhe në anën tjetër keni shumë kompani, në veçanti në rrafshin Dugaxhinit, që mirën me konservimin, penë dhe perimeve. Ne mendojmë që në Krush apo në Mamush kemi mjaft domate dhe speca apo tranguj. Mi po beson që ato importohen sepse nuk i plotësojmë nevojat për treg. Prandaj po e shihni që përveç që jemi shndruar një shtet të mvarur për prodhime finale, ne jemi të mvarur nga importi edhe me prodhime si lanë të parë. Dhe nëse analizoni strukturën e importeve, është lehtë të thuhet po importoni nga Gjermania, nga Italia, mi po në strukturën e tyre përveç prodhime finale kemi një pjesë dërmuese të importeve si semiprodukte të cilat kompletohen në finalizimin e prodhimit vendor. Prandaj vërtet situata në aspektin e prodhimit është mjaft shqetësuese. Ku do shkojmë nëse edhe tutje kemi politika të tilla dhe rëndesa të tilla? Do të thellohen dëmet më të mëdha, do të jenë të paripërueshme për vendin? Do të thotë ne deri tani bisedojmë në aspektin ekonomik, bisedojmë në aspektin integrues, po bisedojmë në aspektin social, do të bisedojmë në aspektin politik, sepse është e pamundur të bisedohet për ekonomi pa influencë ekonomike. Ti thush dikujt që në vitin 2025 po hymë në vitin 2026 me sanksione dhe masa nga Bashkimi Evropian është më e keqja që ka mund të ndodhë Kosovës, është më e keqja nga fakti që nuk ka simptome pozitive që ato do të evitohen. Ti nxirrsh nga potenciali për të mbështetur zhvillimin ekonomik me 1 miliard e 400 milion euro fonde të bllokuara, do thotë nga Bashkimi Evropian dhe donatorë tjerë, qoftë përmes projektit për rritje në Ballkan, qoftë përmes IPA fondeve, qoftë përmes kontratave nga banka botërore, vërtet është dëmi më i madh që po e godet ekonominë kosovare dhe kur krej sa i shtohet që nuk ka dialog të mirëfillt, tentohet të krijohet një frymë re e ekonomisë që është e pamundur, sepse atë çka ndërton një kompani për 30 vjet, 40 vjet, është e pamundur me një tentativë politike të jamorsh, por besoj që është koha kur duhet prioriteti të jetë ekonomia, sepse nëse vazhdohet në këtë mënyrë, të kemi largim të bizneseve, largim të kapitalit, largim të rive, paramendo para sa ditë isha në Gjermani dhe raporte më i ri zyrtar është në Gjermani për momentin 600.000 kosovarë që janë duke jetuar. Dhe janë dy fenomene që dua t'i ndaj me shikuese juaj të respektuar. Për shembull, migrimi nga Kosova po ndodh në heshtje që shumë më e rrezikshme se egzodi dhe inflacioni është duke kaplu Kosovën në formë të metastazës në heshtje. Para 3 dite e keni bleni produkt një çmim. Shkoni, ndoshta në sens nuk është e madhe kur thuhet 10 cent apo 20 cent, është më shtrejt, mi po len gjurmë. Edhe tëra kjo duhet të analizohet në aspektin psikologjik që mësohet në tregtinë e jashtme. Çmimet ngriten shpejt, asnjëherë nuk bin në stadium fillestar. Po e them vetëm një krahasim që ta kemi më të qartë. Nëse në vitin 2011-12 ju si ekspert keni punu në trajnime të ndryshme dhe keni pas një honorar apo një
ditje 130 euro, ju keni pas mundësi në mramje të shkoni në Argjentari dhe ta bleni 1 lirë. Dhe njëta lirë sot kushton 800 euro. Ose në vitin 82, një kafe ekspreso ka kushtu 20 cent. Sot e keni 1 euro, ndoshta 1 euro e gjysë. Prandaj po e shihni që kur të çmimet nuk kthehen në stadin fillestar dhe këtë e pagun shtresa majut e shoqërisë. Prandaj besoj që është koha kur për vitin tjetër, nëse mendohet për shtet dhe për ardhmëri, ekonomia të jetë prioritet i prioriteteve, një ekonomi e ndërtuar në partneritet me sektorin privat. Dhe anë tjetër, na flasim për diasporën, po kur nuk e kemi pas një qasje ose me ba pyetjen çka bëjmë për diasporën. Dhe besoni vetëm në hapësirën Gjerman fol se kapitali i diasporës kosovare i kalon 40 miliardë euro. Pse na humbim kohë për implementim të projekte strategjike kur ekson mundësia, ekson potenciali, duhet vetëm vullnet politik, gatishmëri dhe dialog mirëfillt. Dhe besoj një rrugë më e lehtë për ta për të investuar edhe në Kosovë. Argjani më herët e preku çështjen e energjisë elektrike dhe rritjen e çmimit të energjisë, apo ndikon energjia elektrike në gjithë këtë që ne po e përjetojmë? Dhe po ashtu Ardian flasim pak, besoj ke po edhe kryeministrin në detyrë në intervistë në Brëm, ku përmendi dhe këtë çështje të energjisë elektrike. Po sinqerisht unë kur e fillova pak vrasht, po është e vërtet. Një njeri me të këshyrë në sy edhe me të mashtru në sy, nuk mundesh aden po ta fyn inteligjencën e gjithë shka tonden dhe nuk është normale. Ne jetojmë këtu. Ne nuk kemi të jetu një shtet tjetër, nuk mundet me dalë kryeministri me na tregu neve sa kemi pas rrymen para 4 vjetëve, edhe sot me na gënjy që nuk ka ndodhur një gjë e tillë, me na gënjy që s'po blehet prej Hamovicit rrym kur letrat janë. Kush i kanë shu ato letra? Institucionet e Kosovës. Ne jemi këtu, ne po e dim që Kosova herë një qytet tjetër i ndalet rryma nga 2-3 muaj. Nga 2-3 orë, për shembull në ditë një qyteti tjetër. Dezinformata, kryeministri. Po ai gjitha këto i quhen dezinformata, po fakti është i pakontestueshëm, Gonxhe. Faktin është i dukshëm, i prekshëm. Letra e cila është dalë për institucionit Kosovës aty shkruan që kaq kilovat ose watt janë ble prej filion kompanie, nuk mundet me kontestu kryeministri. Dhe ato letra janë tashmë publike, do me thonë kryeministri pa pikë turpi gënjen në sy. Pra vazhdon nga avazin e vjetër të blehet rrym nga EFE? Pikërisht, patjetër, dhe ndikimi e rritjes së kostos së rrymës është automatikisht ndikon në rritjen e prodhimit, po mendoj kostos së prodhimit. Dhe rritja e kostos së prodhimit ndikon pastaj në të gjitha sektorët, sepse dhe ai tregtari ka me shit mashtrajnë, se ka me marr mashtrajt atë mall, ka me shit mashtrajnë dhe qytetari ka me pagu mashtrajnë. Në aspektin tjetër vetëm edhe këtë çka ndërlidhat të kryeministrit që ishim duke fol për oligarkët që po i quhen kryeministri dhe bizneset e vogla. Kryeministri imagjinoja mendësinë ekonomike